Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbuloni çfarë shkaktojnë hurmat arabe në organizëm dhe kush duhet i konsumojë çdo ditë. Ju mbase nuk e dini faktin se hurmat arabisë përveç se janë shumë të shijshme, kanë edhe shumë vlera për organizmin tuaj, dhe kështu do të rendisin edhe disa ushqyes të mirë për trupin. Në këtë video do ju tregojmë disa nga përfitimet kryesore dhe arsyet pse ja vlen që të konsumoni ato çdo ditë sipas health.com. Ato kanë vlera të larta ushqyese. Hurmat arabisë janë ushqyese dhe të pasur me mangan, magnez, fiber, vitaminën B6, kalium dhe bakër. Sistemi i tretës përmirësohet kur hani hurma arabie. Konsumi i rregullt i tyre bën shumë më mirë kundër kapsllëkut, gazrave, fryrjeve të barkut e të tjera. Sasia e lartë e fibrave garanton këtë si dhe përdoret në trajtimin e hemoroideve. Ato janë qetësuese efektive kundër dhimbjeve. Hurmat arabisë përmbajnë shumë magnez, i cili është i njohur si përbërës antiinflamator, si të tilla janë efektet kundër enjtjes dhe dhimbjeve të shkaktuar nga artriti. Ato janë efektive edhe për reduktimin e inflamacionit arterial dhe si rezultat reduktojnë rrezikun e goditjeve dhe sëmundjeve në zemër. Gra shtatzana duhet të konsumojnë hurma arabie. Është e vërtetë se hurmat arabisë janë shumë të përdorshme nga gratë shtatzana gjatë shtatzanisë, por ato që duan të humbasin në peshë si dhe gjatë procesit të lindjes. Kjo është treguar nga një studim shkencor që morën pjesë të paktën në testim 70 gra dhe ku është parë se gratë që kanë konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre kanë pasur një proces lindje më me pak dhimbje. Hurmat arabisë janë efektive për të rregulluar presionin e lartë i gjakut dhe për të parandaluar goditjet. Presioni juaj i gjakut mund të kontrollohet kur hani hurma arabie pasi ato përmbajnë magnez, kalium, gjithashtu ndihmojnë për të luftuar sëmundjet kardiovaskulare, kështu që ato janë thelbësore për shëndetin e mirë të zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë për parandalimin e rrezikut të goditjeve, gjë që është publikuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat arabisë ndihmojnë në funksionin e trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur dhe rregullisht ndihmon trurin të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat arabisë janë të pasur me këtë vitaminë që ndihmon në përmirësimin e memorjes dhe funksionet njohëse për qëndrimin dhe fokusin. Hurmat konsiderohen si një minjerë e vitaminave pasi përmbajnë kalcium, hekur, magnez, sodium, squfur, klor, vitaminën A, B1, B2 dhe D. Ato forcojnë mëlçin dhe përmirësojnë punën e saj detoksifikuese. Hurmat forcojnë muskujt, luftojnë stresin nervor, përmirësojnë punën e gjendrës tiroide dhe enëve të gjakut. Zbusin ashpërsinë e fytit dhe largojnë sekrecionet. Hurmat freskojnë zorën dhe e mbrojnë atë nga infektimet. Pastrojnë veshkat dhe normalizojnë urinimin. Nëse nuk e dini, ato janë shumë ushqyes edhe për të vegjëlit. Hurmat përmbajnë sheqer natyror i cili thithet dhe tret e lehtë, kështu që janë të sigurt edhe dobiprurse për stomakun dhe zorrët. Gjithashtu, lëngu i hurmave i përzierë me qumë është shumë i dobishëm, me vlera të shumta rregulluese dhe ushqyese si për të vegjëlit, ashtu edhe për të rriturit. Ka mënyra të ndryshme të shijimit të hurmave të arabisë. Mund t'i përdorni kur përgatisni ëmbëlsira ose thjesht i shijoni ashtu siç janë. Blerja e këtyre frutave të ëmbël është aq e lehtë sa dhe ruajtja ose magazinimi i tyre. Sidomos nëse kërkoni ato të cilat kanë shtresa sheqeri, ju mund të përfitoni nga benefitet që ato kanë. Konsumi i hurmave të arabisë është shumë i mirë për të gjithë ata që duan të mbajnë trupin në formë ose të bien nga pesha. Kjo sepse ky frut i ëmbël përmban pak yndyrë dhe nuk ka kolesterol. Hurmat arabisë janë perfekte për të ngrënë mes vakteve ose si ëmbëlsues, jo vetëm për ata që duan të mbajnë linjat, por për të gjithë ata që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut ose sëmundjet e zemrës. Një tjetër e mirë që hurmat arabisë kanë janë se përmbajnë fibër të tretshme, e cila mbron shëndetin kardiovaskular. Fibrat e tretshme parandalojnë formimin e pllakave bakteriale dhe kolesterolin në arterje. Hurmat arabisë kanë fibra të patretshme nga të cilat largojnë toksina në zor, duke shmangur kapsllëkun dhe duke ndihmuar në një sistem të shëndetshëm të tretjes. Ato janë një burim shumë i mirë i energjisë. Vërtet që janë të ëmbla për shkak të përmbajtjes së sheqerit, megjithatë,
Sheqeri që ato përmbajnë nuk është ai që përdoret për të pjekur ose për të punuar ushqime të tjera të ëmbla. Për të nisur mirë ditën, shtoni tërësisht hurma arabie çdo mëngjes. Në çdo kohë ushqyerja me hurma arabie është një mënyrë shumë e mirë për të përfituar energji. Ato janë të mira gjithashtu edhe për të rritur energjinë e trupit dhe për të parandaluar kështu një sër komplikacionesh. Ekspertët vazhdimisht në dieta këshillojnë konsumin e hurmave të arabisë si një zgjidhje natyrale mjaft e mirë për trupin e njeriut dhe gjithashtu për të fuqizuar atë me elementet ushqyes të nevojshëm gjatë gjithë ditës. Gjithashtu ato janë të pasur me kalcium, lëndë ushqyese që ndihmojnë në forcimin e dhëmbëve dhe të kockave. Ato gjithashtu përmbajnë magnez, i cili është i dobishëm për funksionin e muskujve dhe të sistemi nervor. Këto lëndë ushqyese janë shumë të rëndësishme edhe për forcimin e kockave. Bakri, zinku dhe magnezi, tre lëndët ushqyese të frutat, luajnë një rol të mirë në sistemin tuaj imunitar. Hurmat arabis janë të pasur me vitaminën A, e cila është shumë e mirë për shëndetin e syve. Ky antioksidant ka një rol kyç kur bëhet fjala në mbrojtjen e shikimit dhe parandalimin e degenerimit makular që lidhet me moshën. Hurmat arabis përbëhen nga vitamina K, lëndë ushqyese që nxisin forcimin e muskujve. Vitamina K është shumë e mirë në parandalimin e prostatës, problemeve të mëlçisë e të tjera. Ky frut duhet të shërbehet rregullisht në tavolina dhe të jetë i gjithanshëm në kuzhinë. Meqense janë të shijshme, si të vegjëlit ashtu dhe të rriturit mund të përfitojnë nga vlerat ushqyese si dhe benefitet shëndetësore që ato i ofrojnë me shumicë. Hurmat arabis janë plot me vlera të shijshme dhe me nivele të larta ushqyese. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat arabis janë të shëndetshme dhe i ofrojnë organizmit një sër përfitimesh. Hurmat arabis janë një burim i pasur i fibrave të shëndetshme, mineraleve dhe vitaminave. Ato ndihmojnë me konstipacionin, problemet e sistemit tretës. Hurmat arabis gjenden kudo nëpër dyqanet ushqimore. Gjithashtu ato do t'i ofrojnë trupit shumë përfitime nëse konsumohen edhe në doza të vogla ditore çdo ditë. Ato do të ndikojnë pozitivisht edhe në mbrojtjen tuaj të shëndetit të zemrës. Kaliumi që gjendet te hurmat ulë rrezikun e goditjeve në tru. Për më tepër, nëse i përfshini hurma në dietën tuaj do të ulni nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut duke i bllokuar ato dhe duke rrezikuar ndjeshëm zemrën. Nivelet e larta të kolesterolit të keq nënkuptojnë që zemra është rrezikuar nga bllokime të menjëhershme që mund të ndodhin në enët e gjakut. Ngrënia e hurmave mund të ulë kolesterolin e keq dhe ta mbajë zemrën tuaj të sigurt. Ato do të rrisin nivelet e energjisë. Hurmat arabis janë të mbushur me sheqerna natyrale që përfshi fruktozën, sukrozën dhe glukozën. Kjo i bën ato një ushqyes të favorshëm për ato që kanë nevojë të rrisin nivelin e energjisë. Hiqni dorë nga ëmbëlsirat e shpejta që premtojnë energji dhe konsumoni disa hurma arabie. Fibrat që ato përmbajnë parandalojnë shpërthimin e pakontrolluar të sheqerit në gjak, siç mund të jenë të ëmbëlsirat e tjera. Ato përmirësojnë kështu edhe sistemin tuaj tretës. Hurmat arabis përmbajnë sasi të konsiderueshme të fibrave të tretshme që janë thelbësore për sistemin e mirë të tretjes sepse ato arrin të orientojnë ujin aty ku trupi ka më shumë nevojë. Aparati tretës. Kjo taktikë ndihmon organizmin të shmang konstipacionin. Kaliumi që gjendet te hurmat arabis ndihmon në trajtimin e diares dhe problemeve të tjera të stomakut. Duke qenë se kanë ngjyrë kafe, hurmat arabis konsiderohen si ekuilibrues në aparatin tretës. Në përgjithësi, ushqimet me ngjyrë kafe janë të shkëlqyera për tretjen, për më tepër, hurmat forcojnë bakteriet e mira në stomak. Ato trajtojnë dhe parandalojnë aneminë. Anemia prek shumë njerëz, nevoja e të cilave për hekur është e madhe. Hurmat janë një burim i shkëlqyer i hekurit që i bën ato të domosdoshme kundër anemisë. Ngre nivelin e hekurit dhe konsumi të paktën 3 hurmave në ditë është një dozë optimale ushqyese për të marrë edhe përfitime të rëndësishme për shëndetin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.